Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shprehet optimist për mundësinë e përfundimit të luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një zgjidhje është më afër se sa njerëzit e mendojnë. Deklarata vjen pas bisedave telefonike të zhvilluara gjatë fundjavës me presidentin rus Vladimir Putin dhe homologun ukrainas Volodymyr Zelensky. Mendoj se jemi shumë më afër përfundimit të kësaj lufte se sa njerëzit e kuptojnë. Presidenti Putin dëshiron që ajo të marrë fund, e them këtë me bindje. Edhe presidenti Zelensky dëshiron që lufta të përfundojë. Do të jemi në samitin e NATO-s dhe do të flasim për këtë. Besoj se do t'ja dalim të japim fund. Ka qenë një situatë e tmerrshme. Ndërkohë Kremlini deklaron se qëndrimi i presidentit amerikan mbetet i pandryshuar dhe hedh poshtë pretendimet se Trump ka ndryshuar qasjen ndaj konfliktit. Zëdhënësi Dmitri Peskov tha se presidenti rus dhe ai amerikan kanë rënë dakord të vazhdojnë kontaktet në ditët në vijim. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky në një intervistë për Financial Times tha se Trump po e sheh luftën në një këndvështrim të ri, sidomos pas suksesit të sulmeve ukrainase me dron dhe objektivave energjetike ruse. Sipas tij, presidenti amerikan dëshiron të identifikohet me suksesin dhe me një zgjidhje që mund të sjellë fundin e luftës, por pavarësisht optimizmit të shprehur për një armpushim të afërt, Rusia ka zhvilluar së fundmi një sulm masiv ndaj disa rajoneve ukrainase, duke shkaktuar viktima të plagosur dhe dëme të konsiderueshme infrastrukturore.